si bazë ushtarake. Këtu shikoni Izraelin mbrapa? Është Izraeli, është dikush tjetër, është ndoshta Amerika, nuk e di se kush mund të jetë. Por përdorimi i Sazanit për qëllime ushtarake është goditja më e madhe që i jepet Europës. Bettino Craxi në vitin 92 thoshte që diktatori shqiptar kur largoi bazën sovjetike nga Pashalimani, nga Vlora, na kurseu ne italianëve $2 milion në ditë. Dhe prej asaj kohe deri më sot, Italia ka kursyer $2 milion në ditë për shkak se nuk ishte më Rusia në Sazan, në Pashaliman e këtu. Nëse do të vijë një aktor jashtë jo europian në Sazan, Europa do të detyrohet të mbrohet prej atij aktori. Mbrojtja do t'i kushtoj shumë, përveç se do t'i kushtoj në rast konflikte dhe lufte, do t'i kushtoj edhe viktima. E sidomos Italisë. Atëherë, si u dashka që të mos reagoj Italia dhe vendet e tjera europiane ndaj këtij projekti? Po nëse vjen, është një bazë amerikane aty, është garanci për sigurinë tonë? Absolutisht jo. Përse? Sepse Amerika do vijë aty për interesat e saj. Vetëm nëse NATO-ja si një strukturë politike ushtarake e përbashkët përgjegjëse për sigurinë dhe garancinë, stabilitetin dhe paqen në Europë dhe në linjën euroatlantike, vetëm ajo ka të drejtën ta kërkojë dhe shteti shqiptar mund t'ia jap në përdorim me kushte të përcaktuara, qartë se kur do përdoret, si do përdoret dhe sa do mbahet dhe çfarë benefitesh do ketë Shqipëria për këtë. Ndërkohë që në rastin e ngjarjet Kushner, Shqipëria s'ka asnjë benefit, përkundazi. Shqipëria humbet në pikpamje shtetërore. Humbet territorin mbi të gjitha, humbet para pa fund të buxhetit të shtetit për të çminuar dhe për ta bërë gati që ai territor të shndrohet për qëllimet për të cilat është marrë, humbet për shkak se falen taksa sipas ligjit të investitorëve strategjik pa fund dhe këto para i mungojnë buxhetit të shtetit në të ardhmen, pra humbet në çdo pikpamje. Dhe kjo është politika personale që bën Edi Rama me mbështetjen e Partisë Socialiste. Prandaj Partia Socialiste është përgjegjëse për gjithçka ka bërë. Pikërisht këtu do dilja profesor edhe administrata publike, por më shumë e kam te Partia Socialiste, sepse ju thatë që populli e ka vrarë frikën, po Partia Socialiste e ka vrarë frikën? Një pjesë në Partinë Socialiste janë të inkriminuar njësoj si Edi Rama, dhe ata janë kamikazët e Ramës. Dhe të marrim të Arlan Ballën. Ai gjendet edhe në një dosje të call centrave. Dosje cila i ka ardhur spakut para 2-3 javësh. Ai është përfitues i mashtrimeve të call centrave. Përveç se i përmendet emri në procese gjyqësore të bandave kriminale dhe mafioze të Brukselit, të Berlinit, në Spanjë dhe gjithandej. Por ka edhe të tjerë të cilët janë të inkriminuar në pikpamje të bashkëpunimit me organizatat kriminale dhe mafioze në Partinë Socialiste. Të gjithë ta janë kamikazët e Edi Ramës. Ndërkohë ka të tjerë që nuk janë të inkriminuar, por që në një farë mënyrë janë inkriminuar me votën e tyre pro atyre ligjeve që kanë tjetërsuar territorin e shtetit shqiptar. Si mund të votohet një ligj për të hequr zonat e mbrojtura nga mbrojtja? Si mund të votohet një ligj i investitorëve strategjik që favorizon, për shembull atë gjokën e Shkodrës dhe Lipojës, i cili
jepte urdhra për të vrarë kundërshtarët e tij. Si mund të favorizoj ky ligj Artur Sheun, pjesëmarrës në samite të shumta të bandave mafioze ose të karteleve të mafjes në Ishuj apo në vende të tjera të Europës dhe madje organizatori tyre, dhe tashmë i shpallur në kërkim për trafik droge nga policia dhe nga shteti shqiptar. Si mund të jetë investitor strategjik të zëm ky i peshkut ton, ky Luca, si mund të jetë një njeri i cili del dhe deklaron Edi Ramën e kam fe. A kupton, nuk ka arrit, nuk ka thënë ndonjë shqiptar që Enver Hoxhën e kam fe. Nuk ka arrit dikush në këtë vend të shkoj deri në këtë ekstrem. E di që do të thotë të kesh fe dikë? Ta kesh Zot. A mundet që njeriu të bëhet Zot i njeriu, përveç se një bastardi? Nuk mendoj që ndodh kjo në ndonjë vend tjetër, qoftë në Afrikë, në Amerikën Latine, në Azi apo kudo tjetër. Ndodh vetëm në Shqipëri. Ajo që ka ndërtuar kultin e tij të individit Edi Rama është rreziku më i madh që i bëhet dhe i paraqitet këtij vendi. Sepse nëpërmjet atij kulti ai ka imponuar ligje anti-shqiptare. E ka nxjerrë në ankan Shqipërinë. E ka nxjerrë në tregun ndërkombëtar Shqipërinë, tek klientët e tij, tek njerëzit që ja garantojnë dhe sigurojnë pushtetin atij. Dhe për këtë arsye, Edi Rama do të jetë, sapo që të jetë në krye të qeverisë shqiptare, kërcënimi më i madh i këtij kombi. Një kërcënim i cili është më i rrezikshëm se sa pushtuesit real. Edhe pushtuesit nuk ka ndodhur që të shpërngulin dhe të dëbojnë shqiptarët nga ky vend, paktën për në Shqipëri, nuk flas për Kosovën, dhe të sjellin për shembull italian, gjerman apo të tjerë në Shqipëri për të populluar vendin me një popullsi tjetër. Është i vetmi Edi Rama që e bën. Në Kosovë ka shpërpjek ta bëjë Serbia, por Kosova tashmë e ka fituar këtë. Profesor, të flasim për protestën, në çfarë faze është tani? A mund të themi që po lind pushteti i ri, se kemi parë një platformë që u shpalos pak ditë më parë, që duket sikur e shem terrenin kushtetues që kemi tani. Ka dhe kundërshtim mes tyre, por ndoshta për të bërë një analogji edhe me 90-ën që ju e njihni më mirë, mbani mend e keni jetuar. Çfarë do ndodhte nëse Rama do ta jepte dorëheqjen sot? Nesër do fitonte kjo forcë e re nëse do krijojë kjo lëvizje, apo edhe si atëherë do fitonte nëse dyshin partitë? Është dyshim se çfarë do ndodh. Është shumë me vend dhe e drejtë që të kërkohen ndryshime radikale kushtetuese, ligjore dhe një lloj republike e re do ta quajë. Është e nevojshme dhe domosdoshme që Shqipëria të ketë një fillim të ri, një fillim që më të japi fund tranzicionit në këtë vend. Njerëzit janë grupuar dhe po